Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar vëllezër dhe motra, selam aleikum rahmetullahi wa barakatuh. Sot në këtë ditë të begatë të muajit Ramazanit, ne kemi kënaqësinë, pa diskutim unë bashkë me Bahar Kaçelin, kemi kënaqësinë që të kemi edhe prizrenin në tryezën tonë të bisedës podcastit me doktor Orhan Bislimajn. Mirë se vjen. Zoti shpërblet dhe shumë faleminderit që jemi ne. Faleminderit shumë për ftesën. Por flasish për agjërimin, ka dhe një dimension të veçantë i nderuar doktor agjërimi, sepse ka dhe Kur'anin si atë kupolën e vet, që ka nis zbritja e Kur'anit famlar, të mund ta quajmë me plot gojë një muaj edhe intelektual edhe shpirtëror. Vetëm gjë që do kishim dëshirë ta zhvallonim bashkë bisedën, që ku e ka peshën intelektuale agjërimi? Pra si e ka, sepse neve na duket që ka marrë një dimension goxha fizik, pra në kuptimin dominojnë iftarët, dominojnë gjërat materiale në këtë epokë ku jetojmë. Ku e ka peshën intelektuale? Pse themi ne që është dhe i muaj intelektual? Fton për gjë intelektuale, për diçka më të lartë, për diçka më shpirtërore, që e ngren njeriu në një dimension, po themi ne, pak më të lartë. Allah. Atëherë faleminderit shumë për ftesën, po ju falenderoj përzemërsisht që u bën sebeb edhe me ardhur në Tiranë, Tiranë, Shqipëri, edhe një vizitë për diçka tepër të mirë, në përpjekjet tona për të shërby xhamatit, besimtarëve, muslimanëve. Tani mos ka rëndësi andej e këndej kufirit, por gjithëve, sepse bota është bën pllëndorës. Mundësitë e internetit po japin atë komoditetin që të ndjekim ligjëratat e imamëve edhe nga shtëpitë tona, edhe nga diaspora, edhe nga mërgata. Dua t'i përshëndes gjithë ata cilët na ndjekin, na përcjellin. Muaji i agjërimit shif Allahu e ka zbrit Kur'anin, e ka dërgu pejgamberin alayhi salam, e ka dërgu fen islam, e ka shpall fen islame, jo për diçka tjetër, por për ta fisnikru, për ta ngrit njeriu. Dhe kjo ngritje jo domosdoshmërisht ka të bëjë vetëm në aspektin, apo të themi në një dimension, por ngritja ka të bëjë edhe në aspektin shpirtëror, edhe në aspektin intelektual, edhe në aspektin e mendësisë, edhe në aspektin e botkuptimeve, edhe në aspektin gjithë përfshirës themi ku njeriu në bën funksional në shoqëri. Pra, themi në kohën e pejgamberit alayhi salam, Kur'ani, Islami, këshillat e pejgamberit alayhi salam kanë dhënë një efekt konkret tek gjenerata, tek brezi sahabëve për atë periudhë. Gjersa një kategori, një shoqëri që dikur ishte vërtet në primitivizëm të thellë, fal Islamit, fal Kur'anit, arritën të bëhen një brez që i dhanë kulturë e civilizim botës mbar. Dhe na e dim këtë histori, po atë din edhe besa dhe bota dhe gjitha civilizimet e din rëndësinë e shokëve të pejgamberit alayhi salam, se çfarë vlera kulturore, civilizuese i dhanë botës. E kush ndikoi te ata? Është një pyetje e thjeshtë. Çka ndikoi te ata njerëz që të krijonin këtë lloj botkuptimi, pra? Brenda pak vitesh, nga një brez primitiv të shndrohen në një brez avantgard, shpërndarës qytetërimi, po. Shpërndarës qytetërimi. Neve nuk na shkon ndërmend të mendojmë kësaj, por dikush ata nuk kryen as fakultet, as doktorat. Pa nuk kishte këso mundësi, sikur që kemi në kohën tonë, pa në nënvlerësuar rolin, se cila periudhë ka specifikat e veta. Por ata rolin dominant edhe atë transformimin esencial të tyre e bëri feja dhe vetëm feja. Për me marrë një paralelizëm, të dalim pak edhe të agjerimi, me tërhek një paralelizëm. I keni pa kur disa njerëz të cilët vazhdojnë të jetojnë një jetë shturë,
vjen një moment dhe brenda natës ata njerëz kthehen. Po pse një transformim, ti thotë, ç'a ndodhi këtu? Edhe tash kret ajo infrastruktura individuale e tij, që dikur ka qenë e dhënë për mbrapsht, brenda natës e njëjta kthehet në një infrastrukturë përpara. E pra hadithi pejgamberit alayhi salam, khiyarukum fil jahiliyya, khiyarukum fil islam idha faqihu. Më të mirët që kanë qenë të ju në gjahiljet, nga mesi juaj, përsëri bën më të mirët kur hynë në islam. Pse? Nëse ka qenë i shkath, kur ka qenë në primitivizëm, në gjahiljet, i njëjti i shkath, vese tash këtë kapacitetet i ka këtu përmbarë. E pra kjo është feja, tash agjerimi. Po agjerimi, nëse ka diçka, ka një ibadet që e transformon njeriun në mbingjeri, ta qynë kështu, pikërisht është agjerimi. E njerë më lartë. E nga në më lartë. Ata që po duhem, çka synon shkolla, çka synon edukimi, çka synon arsimimi? Synon lartësimin, ngritjen e njerëzve të shoqërisë, të pragut vlerave, pra nga një gjendje ekzistuese në një gjendje akoma më të lartë. E agjerimi në mënyrë shumë direkte, shumë përmbajtësore, shumë esenciale, arrin ta transformoj njeriun nga një gjendje ta quaj të rëndomt në një gjendje, apo të një nivel caktuar që është ai, në një gjendje gati më afër me lekëve. Pse më afër me lekëve? Sepse me lekë nuk kanë as nuk pinë. E tash si shkollë e përmendet ju Kur'anin me vetë faktin që në muajin e Ramazanit ka zbritur Kur'ani dhe kur jo dini Meleku Gjibril Kur'anin ja ka lexu pejgamberit alayhi salam çdo Ramazan atë pjesën që ka zbrit deri në atë periudhë. E në Ramazanin e fundit ja ka lexu 2 herë. Kur e lexojmë Kur'anin, edhe na e kemi si praktike dhe duhet, prandaj janë mukabelet në xhamit tona. Nuk janë mukabelet vetëm sa për ta bënë rend. Mukabelet janë edhe për ta fituar bereqetin e Kur'anit, po edhe për tu lidhur me Kur'anin, se në Kur'an burojnë gjitha vlerat. Edhe një lloj imitimi i mukabeles. I mukabeles Gjibrilit me pejgamberin alayhi salam. Ashtu një lloj ndjekje e kësaj tradite, kur e lexojmë Kur'anin vetë personalisht. Po them kështu, na jemi hoxhallar, po na kalojnë disa ajete të rëndësishme në rutinë. E vërtet. Që ndërmend me i mendu. I ke pa para 10 vitesh, ose në një kontekst të një studimit, një ulëmtimit, një leximi, a mot kalojnë në rutinë. E po ja që në Ramazan spaku, kur fillojmë me lexu mukabele, me lexu Kur'an, na bjer një ajet ku t'jep një ide, t'jep një motiv. Dhe tani kjo ide nuk është më një ide sikur e para 10 vitesh kur aty ndoshta ke qenë në një nivel më të ulët. Sepse ti ke ndryshuar mas 10 vitesh, kështu që ndryshon dhe perceptivi. Patjetër. Edhe shoh se ndoshta para 10 vitesh e ke lexu me një çështje tjetër, pas 10 vitesh, për shkak të ndryshimit rrethonave shoh me një shikim tjetër. E pra këto ide janë aq të rëndësishme, e dalu ala al-khayri ka fa'ilihi. Do thonë udhëzuesi në diçka të mirë, sepse bën si saj. Ideja ndonjëherë është një promotor i jashtëzakonshëm. Agjerimi ka të gjitha. Se dashje pa dashje, njeriu, domethënë dikur kur flasin këto dietologët, i kushtojnë shumë vëmendje kësaj ide si njeriu është ai që hanë me radhë. Mustafa Mahmudi ka i qasë thotë njeriu në fakt në esencë është ai që mendon. Pra më thuj, thotë, çfarë mendon të them unë, thotë, se ç'a je dhe ç'a do bëhesh. Sepse është dhe me studim, i nderuar doktor, është dhe me studim që njeriu është mesatari e shqetësimeve që e mbart në mendjen e vet, e derdheve që blun tru. Kjo është, si thosh, mesatari e këtyre do sillet njeriu. Ne jemi i popull, ai që më bën mua përshtypje, që dhe njerëzit ose fetë e tjera i njohin si ahlul kitab, njerëz të librave. Dhe jemi emërtuar si njerëz të librave si popull. Tani një popull që për një muaj do të dëgjoje një libër si Kurani. Do të them për një shoqëri e tërë,
që në xhamiat tona do të dëgjojnë libër si Kurani. Çfarë privilegji të madh i ka rakti populli që nëpërmjet një muajit begaci Ramazani të dëgjojë një dimension intelektual të botkuptimeve që përcjell Kurani, saqë Gazaliu vjen dhe kjo thotë që edhe ezani e kina thirrje intelektuale, thotë. Nuk është tingull pa domethënie. Instrument që na thret, thotë, është fjalë drejt për drejt, me kuptim drejt për drejt, që zgjon s'pari vetdijen njerëzore. Në xhamiat tona, në botkuptimin ton, duke marrë Kurani si referencë kryesore, bota intelektuale e besimtarëve, ç'nivel merr? Pra, kush janë ato botat ose mesazhet kryesore që Kurani zbret për të ngritur vetdijen intelektuale, sepse edhe e mbyllë. Kanë lexuar studim në fundit, thotë, çdo veprim i pavetdijshëm që mëson njeriu nuk hiqet vetëm sikur të bëhet i vetdijshëm për atë. Nuk mund ta zhboj kurrë një sjellje të pavetdijshme, vetëm se kur të bëhet i vetdijshëm, pra të fillon dhe Çka ka pas gabim. Fiks, ndryshe edhe ka të pamundur. Ai do vazhdojë dhe i bëhet pjesë e jetës vet. Shif, zoti Vladimir, në pak kalim të pak para se përmenda, nëse arrim të kuptojmë se çfarë roli synon edukimi dhe arsimimi, arrim në mënyrën më të mirë ta kuptojmë mesazhin e të gjitha ibadeteve, mesazhin e agjerimit, edhe mesazhin edhe të Kuranit. Se Kurani është një platformë. Kurani është një platformë, themi një kushtetutë e Zotit në sipërfaqen njerëzore që nuk ka mbarim. Tibjane li kulli shay. Qartësues, qarus, Allahu thot për Kur'an e kemi zbrit tibjane li kulli shay, për çdo gjë. Vetë se a dim ku me lype, ku me gjet. Te roli i edukimit dhe roli i arsimimit është një pyetje që njeriu sa më shumë sikur ata farkëtarë që i bien atij heket që goditjen për me bo sa ma cilësor, Me i dhon formë. Dhe roli i edukimit, roli i arsimimit është për me dhon njeriut me ngritje një pjedestal që Zoti është i kënaqur dhe dëshiron njeriun si qeni kuptim plotë. Tash Allahu tek njeriu ka dashur ashtu, e ka vendos pangopsi njerëzore. Na i themi ego, dhe kjo pangopsia njerëzore në mënyrë zinxhirore i shkakton të gjitha problemet tek shoqëria njerëzore në përgjithësi, tek njeriu, dhe për shkak të pangopsisë njerëzore, për shkak të egos njerëzore, apo duke rënë në ndikimin e egos së vet individi, e devalon vetveten si qenje. Ato që Kurani synon të kundërt. E hume ekuilibrin tani. Agjerimi synon të kundërt. Dhe tani kur na kot e kot mund të edukohemi, mund të arsimohemi, e mund të arrijmë grada shkencore, nëse ne nuk jemi të rafinuar në shpirt që duhet, në esencën tonë që e premton atë transformimin real dhe esencial tonë. Nuk ka ma rabetësës, kështu po them, se ashtu është një njeri të shkolluar, ku në bindje është primitiv. Një njeri të arsimuar, ku nuk reflekton imazh të njeriut të kulturuar, Qytetërimor. të qytetëruar, civilizuar. Pra është kretë anë e kundërt e njeriut të shkolluar. Nëse shohësh është ekspert, është profesionist. Në teknikë është ekspert, po. Diçka i mungon. E këtu na kthehemi tek agjerimi, kthehemi tek ibadeti. Agjerimi është shkollë e lartë, shkollë shpirtërore. Përmes shkollës shpirtërore është shkollë intelektuale. Përmes shkollës shpirtërore që na dim. Ja për shembull një hadith i pejgamberit alayhis salam, men lem yada qawl az-zur wala amal bihi falaysa lillahi hajjatun. Kush nuk e lën fjalë të këqija, thashë themët,
ndërskamcat, cytjet tek njëri tjetrit, futjen e shamatave. Kush nuk i lën këto fjalë tek qia prej agjeruzve, ai nuk ka nevojë që ta agjeroj. Ose thot kote ka ne pa bukë pa ujë. Po, s'ka nevojë zoti për etjen e tij. E tash, shef çfarë fistikrimi, një pjesë e madhe mund të jenë të shkolluar njerëz. Tash po dal në këtë dimension, pak po shkputim agjerimin për ibadetin. Po, patjetër. Se qëllimi kryesor i ibadetit është agjerimit la'allekum tattaqun. Se të bëhen të devotshëm, po të bëhen të devotshëm në kuptimin e mirëfillt si njeri. Tash shohim njerëz shkolluar, të arsimuar, por që këto tiparet njerëzore, morale, etike, qytetëruese, të qytetarisë nuk i ka. Edhe në fakt, duke mos i pas këto elemente, ai sikur edhe jep një pasqyrim të keq si njeri, por në anën tjetër, akoma më shumë është një pasqyrim i keq, një fotografi e keqe për vetë ato si intelektuale, për flasim. Kjo është veç një element që mund të themi ne për shembull se agjerimi e kalit këtë dimension, po merret i tash elementi tjetër, njëri kur agjeron, kur i agjerushëm, se ata të cilët nuk agjerojnë, nuk e din ndjenjën e qenit agjerushëm. Nuk e din. Por na që agjerojnë, edhe kur kemi agjerim të gjatë, verës për shembull nga 17 orë, 18 orë, na kuptojmë çfarë stërvitje është agjerimi. Na kuptojmë çfarë frymëzimi, çfarë kalitje shpirtërore, çfarë vetëdijsimi njerëzor është agjerimi. Me ne 18 orë, a nuk është një kalitje e sabrit, e durimit? Në çdo lloj procesi, jo më në këtë që është kaq i lartë. Që na tash me vetuar të ardhur, trafikin ngjeshur, mos me qenë i vetëdijshëm për ta mbizotruar vetveten me sabër. Po. Bash. Gjithmonë e humb njeriu, e vërtetë. Ai cili ose të ne në Kosovë, s'vedi këtu të ju, kur ka qenë serbi, ndonjë person që nuk ka qenë i disiplinueshëm shumë, ndonjë djalë i ri, i kanë thonë, duhet me qenë një sefte në ushtri. Sa atje në ushtri, i kanë në çekiç, i kanë... I heqin ato cepat. Ka fituar disiplinën. Po, ka fituar disiplinën, e kanë mësuar çish me duru, çish me toleru, çish mund të nështru besa. Në vërtet. E kanë mësuar disiplina me gjithë. Disiplinë e kanë bën, i kanë thonë e kanë bën njëri. E tash agjerimi, veç edhe këtë element të durimit me marr, që si të çohemi në mëngjes, edhe deri në mbrëmje, nuk ka gjë që na duhet më shumë se sa durimi. Nëse nuk e agjerimi e kalit këto. Kultivon vetë përmbajtjen. Nëse ne kemi shujt këtë puntat si kemi krahasuar agjerimin me shkollën, pra agjerimi si shkollë, ha? Po t'i referohem me historisë islame, është interesant fakti, po të shohësh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në kohën e tij ekzistonin jo vetëm shkolla, po ekzistonin akademi. Po është Akademia Haranit, Akademia Nishaburit, Akademia Aleksandrisë, Akademia Antakës. Pra dhe ishte akademi që kishte nxjerrë filozof, kishte nxjerrë dietar, kishte nxjerrë njerëz me nam. Bile në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka pas një mjek që ka ardhur në Akademia Nishaburit, pra nga Persia. Pra ai që u tha ta vizatu, për ta pa. Jo, nga Mekka kishte shkuar ti ishte bërë mjek dhe kishte ardhur. Pra ajeti kuranor që zbriti, pra që tham jepni lekë të shkoj unë atje se këto histori që jo tregon Muhamedi, unë i kam dëgjuar atje në historitë e popujve më përpara. Pra, o min nase me jeshtëri laqë e hadith, domethënë, ky është shkaku që ka zbrit ky ajet kuranor. Që tha unë ta kam qenë në Persi, edhe i kam pa atje tregon njëjtat histori. Ky tregon për Adin, për Themudin, për Nuhun, pra ju tregon historitë e popujve më përpara, edhe atje tregon këto histori. Më jepni, se më thonë, më mbuloni financiarisht këtë udhëtimin tim, edhe unë t'ju asjell ato histori që ta lëshojmë poshtë pretendimin e Muhamedit. Pra këto akademia ekzistonin. Po të shohësh pejgamberin sallallahu alajhi wasallam nuk merret me to. Nuk ka asnjëherë as i thot sahabëve shko atje dhe studio, edhe hajde këtu pastaj. Tjetra, ajo që është më interesant është se kur këto qytete futen sundimin e muslimanëve, këto akademi nuk vihet dorë to. Po ato kanë vazhduar jetën e tyre akademike siç kanë qenë në periudhën bizantine apo në periudhën perse.
nëse do t'i kthehemi dimensionit shkollës në Islam, shohim që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë vetë shkolla. Pa aty ku ishte pejgamberi, aty ku ishte medrese. Të njëjtën gjë ndoqën edhe sahabët. Po të shohësh në Kufa, Abdullah ibn Mesudi, pra shkaku i ndërtimit xhamisë Kufas, është qëndrimi i Abdullah ibn Mesudit vazhdimisht në njëjtin vend. Edhe njerëzit aty thonë hajde ti bëjmë këtij një kolibe që të qëndrojë mos trim këtu në hijet pembe. Pra u ndërtu xhamia. Po të shkosh në Basra është një sahabi tjetër, po të shkosh në qytet tjetër do gjesh zanafille këtyre. Kjo traditë ka qenë edhe tek ne. Po të shohim perandorinë osmane. Pra medreseja nuk ishte institucioni, pavarësisht ato e përsosën edhe ndërtimin e institucionit. Pra nëse një person, një individ, kishte marrë ixhazet e duhura, pra në kelam, në fik, në hadith, ishte medrese gjeste. A ishte medrese, ati i jepesh e drejtas që t'jep të mësim, ati ndërtohesh edhe medreseja pastaj në aspektin e godinës. Po të shohësh këtë dimension e gjejmë edhe në agjerim. Pra në agjerimi vetëm ti me Kur'anin. Unë ndoshta shumë në rregull ajo që po thoni, po ma tepër them agjerimi përveç se ka këtë aspekt që përmendet ju, mundohet që njeriu ta stërvit, ta vetëdijsoj në mënyrë kështu kategorike t'ia qel synt që këtë kapacitetet e tij që i ka si person. Me i vonë në funksion të mirës, me i vonë në funksion të shoqërisë, me u bë një qytetar konstruktiv në shoqëri, një njeri funksional. Jo se tani ne i shohim njerëzit të cilët mund t'japin shumë për shoqërinë, ose keni pa ju kur na akuzojnë neve na shkojmë për shembull në Çabe, shkojnë do të më pagoni 6.000 euro, 6.500 euro një aranjmansar. Për haxhin, po. Për në haxh. Edhe thënë, ata që s'ja dinë renin edhe sadakas edhe hajratën, çka po shkojnë bën Çabe këta? Ma mirë që ata pare me fut hajrat këtu. Ai cili po thot, ai që po thot ma mirë këto pare me fut këtu, ai kur s'jep. Asicen. A ky që po shkon në Çabe? Ka bëu këtë, sigurt. Edhe këta ka po sigurt. Domethënë edhe ato. Agjerimi e ka këtë synim. Nuk është që njerëzit nuk kanë mundësi për më qenë të mirë. Edhe njerëzit, kur janë keqbërës, nuk janë vetëdijshëm, po pse kanë probleme shpirtërore në tyne. Me atë vetëdijsimin e mbrëmshëm, me atë ndriçimin ta themi kështu se li tukhrij an-nase min adh-dhulumati ila an-nur. Mision i pejgamberit alayhis salam, që të nxjerrësh njerëzit nga errësira në dritë. E po që kjo errësia, dhe më thonë, nga qëto koncepte, në liri, për shembull, mund të themi, i lirë është dikush që është... Edhe që s'ma përgjësi për si gjo. Që nuk është në burg. A mu po harrojmë se i lirë është, a i cili është i lirë nga brenda. Pra ai mund mos jetë në burg, po është i burgos. Është i burgosët. Po, edhe luftat e pejgamberit alayhis salam që në quajt futuhat, çlirime, nuk është kon pyetje që me det i ka çliru prej diçkave kështu të rrethonave shoqërore, ku ta di. Por se u ka mundsu që njerëzit me arë me imanin, me fenë e Zotit, me rënë kontakt. Se kur kanë rënë kontakt me fenë e Zotit, ata janë çliruar nga brenda. Çlirimi intelektual. Çlirimi shpirtëror. Njerëzit intelektual, të cilët janë me një shpirtëror të brisht, janë jo funksional, dhe e kundërta. Njerëzit intelektual, të cilët janë me një shpirtëror të rregulluar, thoshte një dietar, një njeri, një ndërgjegje, që nuk është e lidhur me Zotin, është sikur gjykata pa gjykatës. Është sikur gjykata pa gjykatës. Në gjykatë, kur nuk ka gjykatës, aty ka anarki. Edhe një njeri që është i lidhur me Zotin, që agjeron, që din t'i rezistoj aty në rrëbeshjeve të dunjas, ai njeri është në tokë, ai njeri është funksional, ai njeri është familjar, ai njeri është besa është edhe
Edhe nga aspekti shpirtëror stabil, se në këtë kohë, sidomos tash të jemi sinqert, na jemi hoxhallar dhe vazhdimisht na thonë, o hoxhbe, mos më ka shkruar dikush, a mos më shkel dikun, a mos nuk është problemi që aty ju ka shkruar dikush Ramalia ku ta di. Jo, ata kanë problemin ka dhe çekulibër të brendshme, patjetër, emocionale. Kanë një çrregullim të brendshëm shpirtëror. Se një njeri që agjeron, që fal namaz, që është i lidhur me Zotin, s'mundet me pas këso problemet natyrave të vezveseve e ku ta di. Nuk e dominojnë, po themi pra nuk është se mundin sa ai të verbohet totalisht që mos di ka të shkojë, apo. Se i madhi Zot ka mundur neve me na obligue, që ka qenë për shembull agjerimi i Hazreti Mariamës, mos me fol. Mos më fol njerëzve. Nuk do t'i foli askujt. Ose agjerimi i Hazreti Davudit alayhis salam, një ditë po, një ditë jo. Neve ne ka bo në këtë formë për çdo ditë 30 ditë. Në Shqipëri kam qenë para disa vitesh kur dikush më tha, pas e ram në kontakt, ishte ashtu rastisht u takum, ta hama ju muslimanë, po çka agjerani të jo? Kote 30 ditë. Hajde një ditë, 2 ditë, 3 ditë, po 30 ditë? Pra no, po. E se kishte idenë. Mendoj se na jemi duke bë diçka kote. Amo është hikmeti i Zotit. Se disa veprime që përsëriten për një periudhë caktuar, lënë gjurmë morale. Patjetër. Dhe disa, sikur ai shiu, nëse shiu bjerë me rrëbesh, ai shkon porej, na i themi kështu rrëkej. Po. Po kur bjerë ka dalë e gjatë, shkon të depërtuar. E manton. Agjerimi 30 ditë e stërvit njeriun edhe e shëndron në një kryengritës kundër të këqijave, kundër krejt atyre veseve negative që njeriu mund të mi pas. Edhe në këtë rast, kur ja nisish për kretat këqijave e shëndron në një burim të vlerave. Na kemi në Ramazan solidaritetin. Patjetër. Merr vetëm fitrat. Na kemi në Ramazan shkollën e familjes, që është shumë e rëndësi. Më thuni ju kur takohen, tash më sa generalizoj kështu. Po, e qartë. Ka plot familje që nuk arrin mu taku me evladët e vet, prindrit me evladët, kur nuk hanë në tryezë për bashk, për shkak të dinamikës e të kohës. Edhe sikur të mundohen. Besave edhe të shturës familjes. Po. Ati dezintegrimit të familjes, si shoqëri që jemi. Ama në Ramazan, në mënyrë të disciplinuar, e presim i e presim si fyrën bashk. Kjo është gjë mirë. Nuk po mund të shkojmë pasaj tek shoku, tek miku, tek kushia, tek ai shoqëria në tërësi, po e drejtë. Në Ramazan shkojmë. Shumë janë të rëndësishme këto gjëra. Se kemi tash perëndimi, po tham kështu perëndim si filozofi, si doktrinë, si koncept ashtu, si koncept kulturor. Si gjeografi. Si gjeografi kulturore. Është boktis për këtyre gjërave. Domethënë, duke ik nga ato që janë tipar njerëzor, ti quaj, kanë kalu në kundërshtarët më të mëdhej të vetë njeriu, të vetvetes vet. Edhe janë boktis. Tash po lypen një shpëtimtar. Prandaj edhe sot e kemi kthimin më të madh, futjen më të madhe në Islam. Gjithkohë në perëndim me statistika, nuk ketë bash një person, 2 persona. Po ketë bash njerëz me qindra me mijëra që për çdo vit futen në Islam. Nuk ndodh në fetë tjera. Pse futen? Po futen se don me agjëru. Aty e gjen vetveten, don me agjëru, don me fal namaz. Don më drejtu të madhit Zot. Qyre, Allahu i ka thënë pejgamberit alayhis salam, fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaitir. O Muhammed, përkujtoja njerëzve. Thirrën njerëzit, folën njerëzve. Se ti je vetëm përkujtues, nuk je mbizotës. Kjo është detyra jote. E në një vend tjetër i thotë, fa in tawallu fa innama alayka al-balagu al-mubin. Nëse ata ty nuk po të ndjekin, nuk po të vënë në Islam,
Ti e keni punë, vetëm ju thonë, o njerëz, ka Zot. O njerëz, Allahu ju ka obligu me agjeru, ju ka obligu me fal namaz. Këta ki obligim, nuk e ki obligim mbi zotru me Zot ata. E fe ente tukrihen nase hatta yakunu mu'minin. A don ti me Zot mi shtin Islam njerëzit? Jo. Po Allahu pejgamberit alayhis salam ja ka ngarku një rol që idenë e Islamit, idenë e imanit me mbajt aktive në sipërfaqen e tokës. E anën tjetër të magnetit njerëzve ja ka falë në shpirt. Pejgamberi sa e ka që thënë dietarët kur bëhet ringjallja në ditën e gjykimit, ka më ndodh ai ajbu dhanb, që është ai është i sakrum i bishtit që nuk e tret toka, që ka thonë pejgamberi sa nuk e tret kreti han, po ajbu dhanb nuk e han atë ashtin. Thënë dietarët, ose do të jetë një qeliz, ose do të jetë një diçka që i të bën pjesë të vetë të trupit, si lloj magneti që i tërheq, edhe për aty pasaj del prej tokës, mbin ringjallja, një ditë e gjykimit, ose dhe është një qeliz nga cila, po si do të qofë, është një lloj magneti. Fjala pejgamberi alayhis salam pa asnjë forcë të vetme, as fikalli vetëm, asnjë ushtri, asnjë forcë, asnjë fuqi, asnjë kur gjë, asnjë rreth madh familjar, ka arrit me zgjeru ose me transmetu fenë e Zotit, jo për shkak të tij, po sepse Allahu njerëzve ja ka mbjell Islamin, dashurinë për fenë në zemrat e tyre. Edhe sot i shohësh gjithandej, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në Iliri, edhe në pjesët e trojve tona shqiptare, gjithku në përbot. Te na në Kosovë u munduam na zbrit përqindjen e Islamit për popullatët të rezistimit të popullit. S'prish se dhe neve na e kanë zbrit. Ishte një përpjekje. Po na bëjnë trika, se sem të zbrit. Apo të kanë çati. U mundun me bën një zbritje. O jo bre, nuk mundet. Ai që është Islami, nuk del për Islamit. Nuk del. Ai që ka shiu një herë ëmbëlsinë e Islamit, të fesë, nuk del kurrë. Edhe na për agjerimin, ndoshta nacio gjallar, ku e them edhe vetë vetës tim edhe juve, ndoshta duhet pak të fokusohemi tek njerëzit që ata që janë fetarë, le ta përjetojnë fenë, le ta përjetojnë agjerimin, jo agjerimin me mbajt, me agjerue, pa agjeron baba, pa agjeron nana, a gjë dhon të agjeroj. Jo. Po agjeroj se Zoti më ka obligu me agjeru. Po agjeroj se përmes agjerimit unë dallohem nga kafshët, ose ma mirë themi veçohem si njeri. Po agjeroj se agjerimi e fisnikron shpirtin e njerit. Po agjeroj sepse agjerimi mbush me vlera qytetruese. Në Prizren edhe këtu, edhe të në Kosovë. A dini që në muajin e agjerimit ka ma pak policia punë. Nuk ka problem. Është globale. S'ka problem. Më thonë, ata bëjnë sefa kur vjen muaji i agjerimit. Heqin dorë, tërhiqen njerëzit. S'ka asnjë incident. Pse? Kjo do të potenciu, do të bëhet studim i mirëfillt për këtë. Studim? Që e meriton patjetër. Atë që shkolla e agjerimit, po mundohemi na me trajnime, me edukime, me lëndë edukative arsimore në për shkolla, çka me bën njerëzit mu largu prej krimeve. Po. Po ja, feja e ka katrat. Në vërtet. Edhe ka prekshëm. Është interesant për agjerimi, po vetëm ke kjo po të referohesh. Në thotë Allahu xhaleshanu tek hadithi kutsi i njohur që çdo gjë është për birin e Ademit, çdo punë që bën ai është për ta, përveç agjerimit. Agjerimi është për mua dhe unë ditë është për blejata. Pra Allahu xhaleshanu e merr përsi për këtë. Po të shohësh çdo lloj pune, munafiku mundet me e bën si besimtar. Pra Allahu e thotë në Kur'an për munafikët, wala etun salata ila hum kusala. Pra nuk vinë në namaz vetëm se me përtesë. Por shkojnë namaz, Ai vjen. Për agjerimin nuk S'mundesh. Pse se o je agjerueshëm ose si agjerueshëm. Pra Po. nuk mundesh, domethënë nuk mundesh ta tregosh veten pa të bësh sikur je agjerueshëm. Pra edhe shive ai që arrin futet në këtë grad, realisht që është fut me një shkollë që nuk ka kthim mrapa më, ka arrit lirinë mendore, ka arrit disiplinimin e vetes. Pra është fut me një dimension që vetëm ai që përjeton e kupton domethënë se
Ka një 2-3 teza që i hedhin tash, po të shikosh një nga shqetësime që unë lexova që përmendet në lëmin e shkencave moderne e quajnë teknika e shkencës. Domethënë shkenca ose dija është kthy një lloj teknike shkencizëm i thon ato. Pra dija për dijen. Jo dija që është ilmun nafia që thotë Pejgamberi, dija që të bën dobi, pra të ka një gjë që t'i prek në përditshmëria. Po shkenca si idhull. Se ka ndodhur një divorc i thellë mes dijes dhe urtësisë dhe asaj që mund oj dije dobishme. Kam vënë në re që në pikpamjen islame ka një koherencë të jashtëzakonshme mes asaj dije dhe ajo që është për të jetuar. Pra, një dije për të jetuar, një Kur'an i zbritur dal nga dal për të aplikuar. Një fe e marrme në raport me ti që mund ta bësh jetë atë. Dhe i nderuar doktor, do të pyesja pak për prizrenin. Ne po flasim për botë shpirtërore. Po flasim për agjërus, po flasim për njerëz që rrin 30 ditë pa ngrënë, pa pije. Po flasim për një dimension shumë të lartë që duket dhe utopik. A ka reflektuar kjo punë, kjo çështje, ky besim? A reflekton, a ka lënë gjurmë që njerëzit mund t'i prekin? Ne po nismi nga Prizreni, se në çdo qytet ka gjurmë këtu, ka të kthehesh, po më them nga Prizreni, çdo gjurmë ka lënë kjo feja jon. A ka lënë ai gjurmë të cilën ne krenohemi? Ja, kjo është gjurmë e besimit që ne kemi lënë, fal këtij motivimi fetar. Ashtu, para se të flas për Prizrenin, ajo që thatë se feja, gjurmët, ideja e zbritjes teorisë në realitetin praktik, edhe fundja roli jonë si imam e si hoxhallar është që t'i shohim njerëzit të kthy ka rruga Zotit, jo domosdoshmërisht për na respektuar një dëshirë tonën. Por sepse ka hadithet pejgamberit alayhis salam, ta udhëzosh dikon në rrugë Zotit është shumë e vlerë të madhe. A ka lënë rol, a ka lënë gjurmë. Natyrisht, sot hini rreth e përqark. Këta të cilët të na bëhet një dallim fëmijët të cilët janë fetar dhe fëmijët të cilët janë jo fetar. Fëmijët që shkojnë në xhami, në mekteb, edhe fëmijët që nuk shkojnë. Fëmijët që kanë një kulturë fetare dhe fëmijët që nuk kanë kulturë fetare. Besoni prindrit me fëmijët e tyre që shkojnë në xhami, që shkojnë në mekteb, që janë të lidhur pak për frymën e fesë, janë të lumtur. Nuk kanë telashe, nuk kanë problemet natyrave që sot na kërcënojnë neve, edhe rinin tonë, edhe armën tonë. Po ata të tjerët, ata prind që nuk i kanë fëmijët lidhur shumë për xhamin, e shohim se kanë problemet natyrave ndryshme. E këtë kjo është rezultat i një fryme që feja e ka mbjellë gjithandej të në prezent po se po. Patjetër. Jo e tani Prizreni është edhe qytet fetar, është qytet kulturor, qytet mbi gjitha qytet historik. Sot në qytetin e Prizrenit i kemi 43 xhami. 41 janë xhami dhe 2 mesgjide. Vakëfet? Medreset, vakëfet, mektebet si? Është medreseja gjithashtu, është medreseja e Mesme Alaudin që është paralele ndarë për Prishtinës. Po ashtu është instituti i hifzit pranë xhamisë Emin Pasha. Janë mektebet, e Prizreni ka pas shumë medrese, ka pas të kaluarën. Por në vitin mas luftës dytë botërore, në vitin 1946, atëherë kur fillon pak një qasje jugoslaviste, themi kështu, mbi Kosovën, me qëllim të shkatrimit të fesë, gjithmonë armisht na kanë prek në ato që është gardian i jonë si popull. E feja ka qenë gardian. Janë mundu me na shkatru elementin e fesë. E ku na shkatron elementin e fesë, të përdorë që Kollaj tjeta, po. Tjera të kollaj, se njëri fesën e braktisë as kollaj. Të tjera, sikur i kanë braktisë, sa kanë dashtë. Po të shofish të xhamiat në diaspor, me që përmende, pra fëmijët atyre familje që frekuentojnë xhamiat flasin shqip.
Të njëjtën gjë. Unë e vërtet është. Kurse fëmijët pjesa tjetër kanë humbur dëgjon shqipe. Shumë mirë përmendi se përsëri po largohen nga ajo e Prizrenit. Unë vjet isha në Zvicër. Për Ramazan si i deleguar prej Bashkisë Islame të Kosovës. Na u dha rasti në disa qendra me i pa. Në të kalurën shqiptarët në Mërgat, po tham për atë pjesën tonë s'pako si kosovarë në. Janë konë disa klube që i kanë shfryzu, aty në taku, po janë taku vetëm të rriturit në të klubet. Mas punës, janë taku, kanë pi kafe, aty është bëhe një mobilizim, një frymëzim për rezistencë të armatosur nga aspekti logjistik edhe luftarak e në gjitha për me bo luftën në Kosovë. Po aty janë taku vetëm të rriturit. Prindrit, nuk janë taku fëmijët. A beson, prej vitit 2000, tashmë këto klube nuk ekzistojnë. Ju ka humbë arsyeja, dalin pinë një kafe, një aso, po s'kan do një organizim konkret se s'kan arsye. Tani, e vetmja formë që mund të bëjë një rujtje të identitetit fetar dhe kombëtar të Mërgatës shqiptare, është xhamia. Të tjerat kanë rënë. Po unë, kur isha në të qendra i pash, familjarisht, pranë xhamive kanë bën nga një si restorant, si mini restorant. Ofrojnë kurse, po vërtet, po. Kurse, trajnime, mektebe, besa gjuhën shqipe. Po, i për dhe mësim dhe gjuhën shqipe, po vërtet. Se hoxha për dënë mija gjuhën shqipe, edhe ai po gjonat elementare të shqipës, se për mësë me harru gjuhën e këto, për jam mësën fëmive. Aty pashtë ku familjarisht vinë shqiptarët bashkë me fëmijët e tyre, besa aty edhe fejesat i bënshin në xhami. Një mundësi për mu taku, po takohen, po vinë me fëmijët, familjarisht, po bën 2-3 Një fëm prezentohen, shoqëria kështu. Po prezentohen, edhe fejesat po ndohen ndoshta për xhamin po nisin. Filoni e kish një vajzë, filoni e kish një djalë, aty. Pra një institucion për me rujt popullin ton, traditën ton, fen ton, kombin ton, ishte xhamia. Edhe është për me ma lakmi. Tani në Prizren, Ramazanin, nëse ndoni edhe këtë pjesë me fol, e vlerat fetare në Prizren kanë gjurmë. Unë të gjesa, ndoshta edhe hera, ndonjëherë kam pasur të them, nëse në Prizrenit ja hekim xhamiat, ja hekim edhe hamamin që është pranë e Bashkisë Islame. Hamami i Gazi Mehmet Pasha, që është në qendër të qytetit Prizrenit, është pranë e Bashkisë Islame të Prizrenit. Nëse ja hekim këto, Prizreni boshatisat prej vlerave kështu arkitektonike, historike. Se çfarë Prizreni do të ishte pa ezanën e xhamisë në Pashës, pa ezanën e Bajraklisë, pa ezanën e Minpashës. Po, xhamive me peshë të jashtëzakonshme. Interesant fakti për që pak kush e din që godina që ne i referohemi lidhje shqiptare Prizrenit është medrese. Edhe është pikërisht pjesë e kompleksit, medreseja ka qenë kompleks më i madh, medreseja e vajzave. Pra që neve në është thonë vazhdimisht që... Deri në vitin 1981. Pra se kjo edukimi është vajzave në shkollë. Kompleksi që sot ju kur vini prej Shqipërisë në Prizren dhe vizitoni kompleksin e lidhjes Prizrenit, ka qenë pranë e Bashkisë Islame. Dhe të thënjishëm. Ka qenë pjesë e... 90 ari, në atë kohë, me rastin e shënimit të 100 vjetore të lidhjes, pra 1878, 1978, procedurat përmbyllëse kanë ndodhur në vitin 1982, kur 90 ari i janë marrë Bashkisë Islame, edhe janë dhënë komunës. E tani, sikur adhen kjo përpjekja, edhe unë e kam pas ngritë si shqetësim edhe në xhami, paramendoni, xhamia Bajraklisë nuk e ka një status të veçantë, edhe pse aty është lidhja shqiptare Prizrenit, që është një ngjarje tepër e veçantë edhe të tillë nuk kemi akoma në histori. Është tepër e veçantë nëse marrim parasysh për trojet shqiptare në përgjithësi. Por nuk e ka një status veçantë. Edhe vin njerëzit, e vizitojnë atë shtëpisën e vogël ders hanën e lidhjes, por nuk vin kush mbajt kompleksi, ku vendi. Unë pa ta thonë, kjo i bjerë, sikur na me shku në Prekaz,
edhe me shku më afru të një lidin dikun aty, po mos me shku të shtëpia ja dhe po. Nuk shkem të ja që shku, s'ke shku. Do në me ardhë. Do të me ardhë të xhamia. Është kjo pak to forcat gjatë historisë politika, po eklipsimi se cili pushtet po mundohet ta thot atë. Është interesant, Kosova, Prizreni është ansambël i gjallë, unë kam pas fatin kam jetu në Prizren, kam net gati 2 vite në Prizren, me medrese, me xhamia, me personalitete, pavarësisht se duket modest kur është shef, domethënë është ansambël, po dhe Kosova në tërësi. Mirë po, ndoshta po largohemi pak nga tema, tjetërsimi që na ka bërë komunizmi, sidomos në pjesës brenda kufirit shtetëror, pra brenda Shqipërisë londineze, është i jashtëzakonshëm. Rasti për shembull i xhamisë Bayraklis, pra që nuk gëzon një status të veçantë. Ose nëse francezëve ju është dashur që ta shpikin zhandarkun. Po. Atë heroinën e tyre të famshme. Ne kemi pas origjinale. Kemi pas Sho de Galicën. Edhe ajo që është më e dhimbshme, Sho de Galicë ka vdekur në mjerim. Pra u arratis nga Kosova, u futën në Shqipëri me shpresën për të shpëtuar barbarisë serbe. Dhe ra ke komunistët. Barbari para pak ditësh e patëm për vjetorin e pavarësisë së Republikës Kosovës. Edhe na u dha rasti në një organizim të organizatës veteranëve të luftës me shku në Prekaz. Për mjeknu nga një fatiha. Te shku isha me hoxhën, ju keni dëgjuar me Feta Bekollin. Ishim bashkë po shkojmë, edhe po më tregon bas që to ta kanë qenë trupat e Pajet, të Ademja Sharit, të Shabanit, të Hamzit, të këtë familje të Sharit. Çka me po aty? Tash është ndërtuar një market. Ajo garazha që jemi mësuar me po në ato pamjet e CNN-it. Tash aty është po një market Oltja, sot si kishte emrin. Mos bëjmë reklam. Po mos e valla. Po tamam, po treki fjalën. Aty është ndërtuar, është humb gjurmë. Në vend se na ta shndronim, ta arkivonim në një dokument të fuqishëm të krimeve. Këtu ka ndodhur krimi. Po sa ka ndodhur? Këtu ka ndodhur. Në rregull pa tjera, po në pyetje familja e Asharit. Është në diçka veçantë. Në përgjithësi kështu na ka mungu kjo ndonjëherë me naivitetin tonë, ndonjëherë për shkak të orientimeve politike, ideologjike që populli jonë ka rapër. Ramazanin në Prizren ka dhe në aspektin material ka disa gjurmë interesante, më kanë thënë, që janë specifike gatime, që janë specifike që i bëjnë Ramazan, kanë disa batondejet me xhliset, çajet, bajtja e ardhit, pra Prizreni është ndryshe. Sinqerisht, s'po e them unë, po dhe të tjerët, besoni na u gëzohet zemra që po na vjen Ramazani, shumë na u gëzohet zemra. Na kthen vetvete na kthen. Kjo pjesa 11 muaj po na rrëmben dynjaja, edhe sado që është edhe kjo pjesë e nevojshme, por sikur pe marrin veten me qira. S'po na bën përshtypje, ose thoshte njëri, kom humbur buk, po sigur me qit në bakt huj. Mos e ndop. Pak nuk po ndim gëzimin ata qetësinë, atë prehjen, kur vjen muaji i Ramazanit, çdo skut na mbush shpirtit tonë. Në Prizren kënaqemi. E kemi ndash në çastin e iftarit, ndash çastin e edhe xhamia dhe pjesëmarrja e njerëzve që janë për xhamia ka komplet tjetër atmosferë. Atmosferë janë imamët janë tepër të mirë, janë këtë xhamit kanë muezina që ne si Bashkia Islame i kemi të angazhuar me pagesë për më kujdes. Është ajo pjesa pra që ezani institucion, jo thjesht tingull. Po. Thirrje intelektuale. Po, fiks. Person i caktuar për me thirr ezanin. A nëse do të më kthye me shku me bëj iftar te shtëpia, ai ka marrë në xhamin kot akşamit. Edhe është një hare, një tash ky ftofti pak shkon te na sturruk, kështu ka pak skutave të lokaleve. Po ka atmosferën e vet dhe bukurinë e vet pa diskutim. Po bëjmë sikur uji që e gjen rrjedhën e vet. Po. Në secilën periudhë, po kur është pak më ngrohtë, me një herë shohësh mas iftarit mbushet sheshi. Para iftarit është specifik tash edhe për disa qytete të Kosovës, që elhamdulillah,
amon prezent në periudhën para në kohën e iftarit. Në qatë 5 minutë që bashkë kështu nalët, nuk shosh kera as njerëz, ngel komplet qytetin. Kjo sa do me qenë reflekton atë gjurmët e imanit dhe të besimit që i mbartin besimtarët. Megjithatë në këtë lloj forme neve na e bone që do vim Prizren ta shikojmë se si shkon në Ramazani dhe të jemi shumë mirënjohës që e shtëruam këtë aspekt dhe emocional të këtij qyteti. Ne kështu vim drejt fundit, i nderuar doktor Erhan Muslimaj, ishte shumë kënaqësi dhe faleminderit që na tregove këtë eksperiencë, jo vetëm qytetit Prizrenit. Si shpejt për punë bukut. Biseda eci ishte e këndshme dhe të jemi shumë mirënjohës, u jam falendërues dhe Beharit që u bashkangjit me ne për ta bërë këtë bisedë. Doktor, shumë faleminderit. Zoti shpërblev dhe të uroj shumë sukses në këtë muaj të begat, të angazhimet e këtij muaji, bashkë me detyrën që ke si kryeimam ose mufti që i themi ne. Jo, nuk është mufti. Kryetari i Bashkisë Islame është muftiu. Kështu quhet atje, po them si i themi ne. Ky është kryeimami. Ky quhet kryeimami i Prizrenit. S'ka rëndësi, po tena kryeimami është në detyrën e muftiut. E muftiut që i themi ne këtë. Islame administrative. Ashtu është. Jemi shumë mirënjohës dhe faleminderit. Zoti shpërbleft. Faleminderit shumë për jush, edhe për bisedën, edhe për ftesën. Por edhe këto diskutimet ndoshta mendoj që i ke thonë të tërat, po s'ke thonë asgjë. Edhe neve na kanë mbetë shumë. Kjo le derën që të vim prapë. Kjo është sikur do të thotë që ti morim këto pajisjet, edhe shkojmë te Konaku mbrapa. Edhe shkojmë prapë për ta krijuar një bisedë. Le të shpresojmë që t'ju kemi edhe juve në Prizren, takohemi edhe ndajmë mendimet se vërtet të mira janë këto. Elhamdulillah, Zoti shpërblet. Faleminderit. Allahu nderoj. Atëherë vëllezër dhe motra, kjo ishte edhe takimi i sotëm. Ne kishim mysafir nga Prizreni dhe lut Zotin që ashtu siç është bereqeti mysafirët ta shoqërojë atë deri në Prizrenin ton të shqiptarëve. Deri në takimin tjetër, bashkërisht, selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh.